Çështja e tretë ishte me Sonjën Balluku, kur drejtësia insiston pa çka masës që është e frikshme, kur gjon 16.000 flet, nuk e di domethënë, është e tmerrshme, unë mendoj që mjaftonte një memo 2 faqe. Nuk janë prova, tha zoti Rama, ndër të tjera 16.000 faqe nuk janë prova. Është pjesa e gjysmë të vërtetë. Janë pjesa e arkivit të ministrisë. Është pjesa e arkivit. Po besoj dhe me 2 faqe mjafton, sepse akuza një rjeshtësh, nuk mund të jetë pafund. Por zoti Rama duhet ketë parasysh që institucionet e tij dhe nga rrjedhjet e informacioneve që janë bërë, ka treguar që niveli i korrupsionit në qeverinë e tij është jashtëzakonisht i madh. Dhe një indikator tjetër që zoti Rama e shmang dhe mua më vjen keq kolegët atje duhet t'ja përmendin. Shqipëria nga Eurostati është identifikuar që ka 42.1% të popullsisë në rrezik varfërie. Është një koncept që ka hyrë. Eurostati vepron mbi të dhënat që ka marrë nga Stati. Dhe ne dim që një stati në qeveri të ndryshme është i kujdesshëm edhe për sa i përket të dhënave. Dhe besoni se që janë 42.1% në rrezik varfërie. Është një kampanjë jashtëzakonisht e madhe. Është e vërtet prapë ajo që thotë zoti Rama për korrupsionin, më falni për krimin. Po. Ne dim shumë mirë që edhe Hollanda dhe Belgjika dhe vende tjera kanë krim të jashtëzakonshëm, sepse duhet jemi naiv të themi vende për shembull si Hollanda që ka një nga portet më të mëdha të botës, mos jetë vend i prekur nga kontrabandat e kështu. Por problemi i madh është që ndërsa atje punohet, luftohet, ka një strukturë drejtësie që është funksionale, ka një shtet i cili ka filluar ta kurojë këtë përballjen e pushtetit të drejtësisë, dhe ne takshmë pushteti i drejtësisë ka dalë në disa momente mbi ekzekutivin. Është i vetmi pushtet që po i krijon probleme ekzekutivit tek ne. Pikërisht te ky problem është ndalur dhe zoti Rama, për sa i përket faktit jo të krimit, por mënyrën se si drejtësia po e lufton krimin apo masat që jepen. Zoti Rama tha që unë nuk mund të jem kryeministri një vendi që ka më shumë të paraburgosur se të burgosur. Ju përmendët Belgjikën. Ka të drejtë, po. Po, domethënë Shqipëria i tha që janë 94 të paraburgosur për 100.000 banor, Belgjika e ka 10. Pyetja që kam zoti Antoni, përse zoti Rama i mëshon tani këtij problemi? Pse? Kjo është pyetje shumë e mirë. Kjo ka muaj që është identifikuar. Në 3 orë zoti Rama ka përmendur këtë çështje shumë herë, ka pjesën më të madhe, numrit paraburgosur. Ka muaj që mediat e huaj e identifikojnë këtë si problem, dhe ky është problem i dobësisë të sistemit tonë drejtësisë. Por zoti Rama nuk duhet ta harrojë diçka, që zoti Rama është e prori i dikasterit të drejtësisë. Dhe dikasteri i drejtësisë ka mundësi qoftë nëpërmjet amnistive, jo vetëm amnistin që bëri tani, po nëpërmjet dhe institucioneve tjera, mekanizmave të tjera, që të vendosi në lëvizje këto institucione, e para për kujdes, po e dyta edhe nëpërmjet mënyrave për t'i liruar këta individ. Unë ju përmend amnistin, mund të ketë amnisti shumë më të shpeshta për këto, dhe mund të ketë rregullore të tilla që individ me penalitetet vogla të dënohen me gjop financiare, po jo që ti mbash, sepse është kosto shumë e madhe për buxhetin e vendit. Po zotit Rama i bie shumë mirë që këtë barë t'ja lëri vetëm drejtësisë, ndërkohë për çfarë duhet Ministria e Drejtësisë, për çfarë duhet pastaj ILD-ja edhe të tjerat, nëse nuk e identifikojnë problemin. Dhe pse nxjerr zoti Rama këtë, po ta keni parë me kujdes. Drejtësia këtë ka pikë të dobët, po ndërkohë zoti Rama haron diçka. Është i vetmi pushtet në përgjithësi drejtësia, i cili po e bën me dhimbje koke ekzekutivin. Ekzekutivi, e keni parë, zoti Rama nuk paraqitet për interpelanca, ose interpelancat shtyhen vazhdimisht. Në pjesën më të madhe ti shikon njerëz të ekzekutivit të cilët nuk janë prezent para interpelancave që kërkojnë. Dhe kur bëhen interpelancat, edhe përfajnë shumë të madh të opozitës, të nuk mund të harrojnë, rrëshkasin një mënyrë të tillë që janë të frikshme. Dhe ekzekutivi nuk kontrollohet nga legislativi, sepse ka 83 vota dhe njerëzit që ka zgjedhur Partia Socialiste, them që ka zgjedhur, sepse të tilla u hartuan listat,
jo vetëm nuk janë në lartësinë e Tagrit që kërkon kjo detyrë, por nuk harrojnë që nuk kanë dhe konceptet bazë të demokracisë, që ata duhet të përfaqësojnë në nivelin sa më të lartë zërin e popullit, zërin poshtë tyre. Ndërkohë pushteti presidencial kuptohet që ka atribute të pakta, pothuajse s'ka asnjë ndikim tek ekzekutivi. Nuk kam parë një dekret të kthyer dhe të shpjeguar që pse kthehet ky dekret. Kuptohet jo të kthehet për të kthyer, por të shikojë me radhë disa prioritete. Dhe kur nuk të kontrollon dot pushteti legjislativ, kur nuk të kontrollon dot, të themi, pjesa se si mund bëhet kjo e presidentit, unë mendoj që pushteti i drejtësisë është i vetmi pushtet që ka mbetur me problematikat e veta shumë të mëdha. Se zoti Rama harroi na thoshte sot që janë qindra mijëra dosje të individëve të thjeshtë që presin për të shërtuar dhe një pjesë kanë vdekur dhe nuk do e marrin vesh asnjëherë drejtësinë e tyre. Për mos thënë pastaj batakun e kadastres e tjera që zoti Rama i ka kaluar tash me këtë episodin tjetër që do digitalizohen. Nga viti i ardhshëm, ka thënë zoti Rama, do të mbyllet, ndërsa deri në qershor do të ketë përfunduar regjistrimi kadastral.